Rreshjet e shumta të këtij viti kanë ndikuar në rritjen e rezervave ujore në ujëmbledhsat e Bashkisë Maliq, të cilët aktualisht paraqiten në nivele të kënaqshme për sezonin e vaditjes, ndryshe nga periudhat e mëparshme kur mungesa e rreshjeve sillte shqetësime për furnizimin me ujë. Këtë vit fermerët po vijojnë vaditjen e tokave bujqësore pa problematika të theksuara. Në Bashkinë Maliq funksionojnë 4 ujëmbledhsa që shërbejnë për skemat ujitse, ndërsa Agjencia e Ujit e Kullimit vijon monitorimin e situatës për të garantuar furnizimin me ujë gjatë gjithë sezonit. Rezervuarët thoj se ishin në kapacitetet maksimal, sipas sasisë grumbullimit që ata kanë, dhe thoj se deri në këto momente janë plotësuar 85% të nevojave të fermerëve për ujin e vaditjes, sepse ka patur rreshje edhe lumit e Vollit, edhe lumi Dunavecit që merr furnizimin nga rezervuari i Gjaçit. Jemi drejt fundit këtij sezoni dhe menjëherë në fillimin e muajit shtator do të përqendrohemi në vënien në gatishmëri të rrjetit kullues në të gjithë territorin e bashkisë. Edhe fermerët pohojnë se uji për vaditje nuk ka munguar gjatë këtij sezoni. Ujë kemi kanalin plot. Të qarmi nga bashkia kemi patur. Zholani thotë se krahas menaxhimit të rezervave ujore gjatë kësaj periudhe janë kryer dhe punime për pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve vaditse në njësitë administrative, me qëllim që uji të mbërrijë në kohë dhe me kapacitet të mjaftueshëm në tokat bujqësore.